Një operacion I koduar për fshirja e shumëthisht, I finalizuar nga seksioni për hetimin e narkotikëve në bashkëpunim me forcën e posaçme operacionale dhe komisariatin e Durrësit, ka çuar në arrestimin e një 45 vjeçari të dyshuar për shpërndarje të lëndëve narkotike, vjedhje dhe posedim armësh të ftohta. Shtekasi J.I, 45 vjeç, banues në Durrës, u kap në flagrancë gjatë ndjekjes nga policia, ndërsa po tentonte të largohej me automjet. Gjatë lëvizjes ai përplasi me automjetin e tij automjetin e policisë, pa shkaktuar të lënduar. Në automjetin e të arrestuarit u gjetën sasi të konsiderueshme heroine, kokaine dhe një elektroshok, të cilat u sekuestruan si prova materiale. Policia ka shpallur në kërkim 2 bashkëpunëtor të tij, njëri I dyshuar për vjedhje dhe tjetri për shpërndarje droge, ndërsa një person tjetër, EH, 36 vjeç, është proceduar penalisht për kanosje me pistolet lodër. Hetimet vijojnë për kapjen e të gjithë të përfshirëve dhe dokumentimin e veprimtarisë kriminale të organizuar. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Durrësit për veprime të mëtejshme.